Sot do të flasim për huat me anuitetet të barabarta dhe amortizimin, pra hartimin e një plani të amortizimit për shtyrjen e huas. Qysh në kohrat e lashta në Babiloni, mira vite më parë, njerëzit merrnin dhe kthenin borxhe, sigurisht duke bazuar në disa rregulla të caktuara. Sot forma më e përdorur për kthimin e huas është përmes pagesës me këste të barabarta, e cila ndryshe njihet si anuitet i barabartë. Përndryshe këto pagesa njihen edhe si renta periodike. Atëherë, përmes kësaj video, ne do të shohim disa shembuj se si bëjmë pagesën e huas përmes kapitalizimit vjetor dhe përmes kapitalizimit mujor. Qëllimet e kësaj ore janë që ju të jeni në gjendje në fund të ndërtoni domethënë lidhshmërinë ndërmjet rentave periodike dhe huave me anuitetet të barabarta, të njësoni huat me anuitetet të barabarta me kapitalizim periodik. Pastaj të jeni në gjendje të përpiloni një plan të amortizimit për shlyrjen e huas. Edhe sigurisht pra përmes shembujve të caktuar të bëhet zbatimi i atyre që po përmenden. Atëherë ne paraprakisht do të shfrytëzojmë një formulë për të gjetur pastaj formulën e anuitetit. Nëse me kë shënojmë vlerën e huas apo borxhin kryesor të cilin e kemi të dhënë për n vite me përqindje interesi p%, dhe në këtë rast po e trajtojmë kapitalizimin vjetor për t'u amortizuar me anuitete vjetore A, atëherë, sipas formulës mbiretnat periodike, duke pasur parasysh për secilin prej koeficientëve që ka paraqiten, atëherë vlera tashme e huas është k e barabartë me A herë r në fuqinë n minus n thypër r në n që shumëzon r minus n, ku r-ja pra paraqet n plus p thypër 100. Këtë barazim e zgjidhim sipas vlerës së anuitetit dhe më këtë rast gjejmë që formula për anuitet shprehet si k herë r në fuqinë n herë r minus n thypër r në n minus n. Për të parë më mirë zbatimin e kësaj formule, marrim një shembull në të cilin kërkohet që kredia prej 50.000 eurosh të amortizohet për 12 vjet me 5% interes dhe kapitalizimi të jetë vjetor. Pra këtu kërkohet të gjendet anuiteti vjetor. Duke i pasur parasysh të dhënat tona, pra që k-ja është 50.000, p-ja 5 dhe n-i 12, paraprakisht duke llogaritur vlerën e r-s, për cilën thamë që është n plus p thypër 100, gjejmë që r-ja është 1.05. Pas zëvendësimit të vlerave në formulën e anuitetit, gjejmë që anuiteti është 5641.27. Dërsa në shembullin vijues kemi një detyrë në të cilën kërkohet shlyrja e huas, por tash me kapitalizim periodik. Dhe në këtë rast kemi domethënë kërkesën që cila hua mund të shlyhet për 10 vjet me anuitete mujore prej 200 eurosh dhe me interes 6%, por tash me kapitalizim mujor. Duke pasur parasysh që k-ja është vlera tashme e huas e dhënë për n vite me përqindje interesi p% dhe m kapitalizime në vit, vlera e anuiteteve të pagueshme m herë në vit është A e barabartë me k herë r në fuqinë m herë n, pra prej dallim më herët që patëm vetëm r në fuqinë n, këtu kemi r në fuqinë m herë n, që na tregon prezencën e muajve, herë r minus n, thypër r në fuqinë m herë n minus n. Ku tash r-ja, për dallim prej më herët që ishte n plus p thypër 100, tash për shkak të prezencës së muajve është n plus p thypër 100m. Për të parë më mirë zbatimin e kësaj formule, shohim shembullin, pra zgjidhjen e shembullit të cilin e tham më herët. Në këtë rastin konkret kemi që A-ja është 200, p-ja është 6, n-ja 10 dhe muajt ishin 12. Paraprakisht duke llogaritur vlerën e r-s, e cila është n plus p thypër 100m, siç e tham pra edhe më herët, del që r-ja është e barabartë me 1.005. Këtë vlerë të r-s e zëvendësojmë në formulën e kryerjes dhe gjejmë që k-ja është e barabartë me 18.014.69 euro.